Tash 50 vite, diska tillë nuk kom përjetu. Me po për shembull po drumin e shtëpisë time se çfarë gjendje është, vetëm në filma horror mundesh me pa diçka tillë. Me kauça, me krejtën lak, me të pija, me krejtën lak. Ata e kena marrë me kofa, kena i këti qyshë, po apet të mushke, hike uja, apet prana. Edhe nuk ka kanalizimi që duhet më konë. Për shembull me cevat, ma gjona, ma si. Qështë kemi bu në vakt ma herët, me investimet tona. Qështë kena mujtë e kena bu, po nuk janë kanalizimet e mira. Nuk janë të mira dhe që ta për në bërë vërshime. Tash 50 vite, diska tillë nuk kom përjetu. Me po për shembull po drumin e shtëpisë time se çfarë gjendje është, vetëm në filma horror mundesh me pa diçka tillë. Ora 4-5 sabajt o konë, ku na ka i ujnë po drum. I na që natje krejtë në vlavë, na ka që ka i vlavi, për me e kujnë, me e canë që ka pratë mrana. Me kauça, me krejtën lak, me të pija, me krejtën lak. Ata e kena marrë me kofa, kena i këti qyshë, po apet të mushke, hike uja, apet mrana. Neve vërshime në kanë bo, po apet kena kalu dhe qysh, po këtu nuk ka kanalizim atë mirë. Edhe ujë s'kemi, ujë që Radoniqi për shembull, ujë në Radoniqit. Në vend se më konë të mëne, na kemi këtëna. Në vend se më konë gjatë kryesore, a këtëne e kanë shti po më do këtë kanalizimin dhe këtu, dhe qëtu dikut, dhe qëtu është ata shaktat. E kanë pru kështu, a këtëne se kanë pru heq. Këtona se kanë pru, as ujnë, as kanalizimin. Edhe nuk ka kanalizimi që duhet më konë. Për shembull me cevat, ma gjona, ma si. Qështë kemi bu në vakt ma herët, me investimet tona. Qështë kena mujtë e kena bu, po nuk janë kanalizimet e mira. Nuk janë të mira dhe që ta për në bërë vërshime. Unë përjetu të mërshëm. Une realisht të jetoj tash 50 vite, diska tillë nuk kom përjetu. Vërtet kem pas probleme edhe ma herët me vërshime, me qenë se jetojmë afër i pronit të quajtur Llokavc. Diska tillë nuk kem përjetu. Do më niveli ujt nuk arrit ndonjëherë në këtë nalësi. Kjo është hera por që kam rri nivelin këtë nalësi. Por ja që kjo është fati ynë që banojmë afër Prockës, afër pronit, dhe duhet me nda vështërsit. Une e shën, këtë problematikë e shën në 2 segmente. Segmenti i parë është për mu që mos kujdesi qytetarëve ndaj rrjedhave të ujit, lumejve, po edhe segmenti tjetër është kujdesi i shtetit, gjatë që unë shpresoj shumë, se një tanë me kanë me e pa, autoritetet e shtetit kanë me pa që apo përgjithësi them kështu, kanë me pa nevojën dhe ndërhyrjen për rregullimin e shtatit lumeve, nëse mos më ndodhë qytetarëve një diçka e tillë, e tmerrshme. Unë si familje kam mësu shumë, domethënë të gjitha aparaturat e shtëpisë janë përmbyt, janë jashtë funksionit, lavatrisë, kutadione larse, mobilje, të gjitha ato mobile që janë prej drunit e prej aty në janë të damtuara, dyshek fjetjes, dhoma fjetje. Ne presim, me siguri do të formohet ndonjë komision prej drejtorisë të emergjencat komunës apo prej shtetit, prej nivelit qendror. Unë besoj që ata do të vinë, do të shohin gjendjen, përndryshe gjendja është katastrofike. Me po për shembull po drumin e shtëpisë time se çfarë gjendje është, vetëm në filma horror mundesh me pa diçka të tillë. Nuk e kom bën ndonjë parallogari, nuk e kom bën ende, por besoj që mundën me kap deri në 10 mijë euro. Jam i sigurt. E kështu që është për standardin që ne jetojmë. Është bukur ngarkesë, bukur aromë, bukur pa kapshme kështu me një shumë e tillë.